Faleminderit zonja kryetare, gjithë e dim që je ajo takon detyra dhe përgjegjësia sa i përket interpretimit rregullor së punës së kuvendit, po zonja kryetare mos e bë praktik të lutem, nëse një deputet e di që ka të drejtën e vet. Bos rregulloreve me pas replikur i përmenet emri me ja ke përmen emrin zonja ministre, ju ke referue zotit Ferhat Shala. Kthe edhe këqyre. Po pe te kalojmë këto, po mos bot ky presedant e mos bot praktik, se pastaj nuk kemi mbarvajtje të mirë të punës të kuvendit. E nuk është arsyeshme. Dhe po nalimi te tema. Ministre, mundet me hum Kosova paret, po ti e fajtore. Adresa jeni ju. Për shkak se nuk e keni procedu ligjin kohë. Për me debatu për ligjin, është i mirë, është i keq, a do të mu plotësu, a do të mu ndryshu, është në përgjegjësinë edhe detyrën e deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës. Po ju nuk po japni këtë mundësi. Pse se keni sjell para 2 javë dite? Pse se keni sjell para 3 javë dite? Pse se keni sjell para 1 muaj dite? Kush ju ka ndalu, nëse ju vetë po thoni, ju po deklaroni, që ligji është prej vitit 2024. Atëhere, e sjellni procedurë për shpejtuar si shumicën e ligjeve që po vinë këtë kuvend. Nëse dëshironi me trafiku, me kontrabandu ligjet, me opcionu të drejten e deputetëve që me diskutu, me dhon kontributin e vetë, kritikat, alternativat, propozimet, gjitha, është tim tjetër. Mirë po, këtë praktik do të menalë edhe ministre. Si ministre të këshilloj edhe të lës që me përdor fjalor adekuat në këtë kuvend. Faleminderit.